shqiptar, konkretisht të rinj, të mblidhen në protestë në datën 15 mars për të protestuar për mbylljen e TikTok. Ftoj të gjithë gjimnazistët, të gjithë të rinjt, të gjithë qytetarët, të nisim betejën tonë për çlirimin e TikTokut dhe përmbysjen e narkodiktatorit me datën 15 mars, proteste përgjithshme kombëtare në sheshin Skënderbeg para kryeministrisë. Një protest me të cilin kërkohet anullimi menjëhershëm i vendimit për censurën dhe bllokimin e TikTokut. Vendimi për mbylljen e TikTok u mor nga qeveria pas një konsultimi të gjuar publik në dhjetor 2024.